jeta pa kamera të fshehta e Ismet Drishtit. Kështu e kemi quajtur programin e sotëm. Po folëm shumë për kamerat, prapë. Por edhe jashtë kamerave patjetër. Në këtë moment dhe në këtë pjesë të programit do të flasim për jetën tënde personale. Duke nisur me historinë e bukur të dashurisë dhe takimin e dashurisë jetës tënde që është bashkëshortja Enjana. Ju të dy keni një diferencë rreth 21 vite në moshë. Dhe unë doja të kuptoja se cili është sekreti marrëdhënies tuaj. A di të bëhesh ti më i vogël apo di të bëhet ajo më e rritur? Të dy. Nëse nuk shkojnë të dy drejt njëri tjetrit, nuk arrin askund. Unë di të bëhem, tentoj përpiqem, dhe ajo përpiqet të vijë të afrohet nau. Ka një gjatë veçantë, ajo është totalisht e përkushtuar ndaj meje, ndaj kalamajve, në gjithë qënjën e saj. Ajo jeton për ne. Po ne gjithë jetojmë për njëri tjetrin, jetojmë për atë bërthamin e familjes. Kuptohemi mjaft mirë për gjithë shka. Shpesh pa fol. Nga i herë duhet edhe me bërtit. A ka një qifë që së bërtet ka herë, edhe do bërtasim. Por, thjesht për kushtimin ndaj njëri tjetrit deri në maksimum. 7 vitet e para të lidhjes tuaj nuk kanë qenë të lehta, se familja e saj nuk e ka pranuar që ishte me plot drejt edhe ata. Po çfarë ndodhi? Çfarë bëre ti që ata të pranuan? Apo ju bëre ndonjë kamerë të fshehtë dhe jo si bëna kamerë të fshehtë, po ata arritën ta kuptonin që s'kishin rrugë tjetër, s'kishin nga shkonin. Tani mas kaq vitesh, unë i kam afër prit. Po pse se pranonin ata? Atëherë, unë e kam martesë të dytë. Po. Unë kam qenë i divorcuar, kisha 2 kalamaj. Ajo ishte vajzë 21 vjeçë, studente. Pse u do të më marrë një të divorcuar me kalamaj, kur s'kishte as një cënë, as një tmet, as një fatkeqësi. Pse? Me po, thonë që dashnia s'pyet, është e verbër. Kështu që nuk qelloj kretë e verbër, jo se ishte kretë me symbol, si ajo si unë. Edhe sot, unë i kam kretë afër, edhe i kam na jena bashkë gjatë gjithë kohës, edhe me prindërit e saj, shpiti kemi kretë afër dhe kafen e masdite se pim bashkë, vjerarin me kalamajt e mi, që kur vinë për shkollët e rinë gjithë kohën. Dhe mbase sot ata thonë, sa gabim që rezistun ka gjatë, do thonë, sepse mund të kishim pas fëmijët pak më të rritur. Kjo është ideja. Por me gjatë... Po çfarë bëre ti gjatë atyre 7 viteve, kur ata refuzonin, nuk e pranonin? Po si që do, kur ju e ka bladh mendje nuk e këdorë. Edhe përkushtohet. Në një qift duhet përkushtohesh. Nëse nuk përkushtohesh, nëse nuk arrin ta kuptosh, ta dëgjosh. Sekreti i çdo marrëdhënie është të dish të dëgjosh. Po di të dëgjosh, çdo gjë pastaj është shumë e thjeshtë. Thjesht duhet dish të dëgjosh, kaq. Do të shohim bashkë një moment shumë të bukur, që është ai i surprizës. Që keni përgatit për mu? Në 35 vjetor që ju e keni bërë bashkëshortes tuaj. Është e veçantë. Dasmën tuaj dhe dedikimin. Ja ka vlejt me prit. Me të vërtet, ja ka vlejt me prit. Ajo është... Ne kishim bërë celebrim si që bërë zyrtarisht në bashki, por nuk kishim bërë dasëm. E me rrasë e 35 vjetorit saj, bëm dasëm. Me fustan të bardh. Normalisht, unë isha një dhëndër që hyja në salë me 4 kalamaj me vete. Ta kemi të qarkëte. 2 fëmijët nga martesa e parë edhe 2 fëmijët që ju i keni të bashku. Të këngja kam kushtu asaj, kam ba vend edhe muzikën edhe tekstit. Që mas kësaj martese dhe që mas lindjes së djalit, në fakt në vogël, nuk e di sepse filloj me pëndu edhe fillova të ndjej muzikë. Të doja ta shprehja dhe muzikën.
Madje djali në festival të këngës së fëmijëve në qershor, ka fituar çmimin e dytë me këngën Dua. Shumë suksese. Festivalin kombëtar. Edhe kënga ishte kompozuar dhe teksti nga unë. Mrekulli. Do me thënë sa nuk bëre dhe s'kishe lidhje fare me kompozimin, tekstin, Fare, me muzikën. Bëre dedikimin për Enjanën, Pastaj po, me lidhjen e djalit, sidomos filloi edhe muzika vite. Kur je në gopur, kur je plot, kam idenë, atëherë fillon të buron edhe muzika. Cili nga fëmijët e ka trashëguar më shumë këtë talentin tënd, aftësinë tënde? Ja, kja është kënga e Drinit. Drini. Po sa bukur, kur e shek kështu. Do vazhdosh të kompozosh sërish për djalin, për Drinin? Apo edhe për Ajrin, se do të kërkoj Ajri tani, vajza. Me të fitu çmimin Drini, ishim aty, po festonin për çmimin, u futëm pas një lloj pretendimi. Nuk u futëm me pretendimin marçmi. Thjesht me u përfaqësuar në festival. Sa mori çmimin, tha duhet dhe unë këngën time vitin tjetër, tha. Dhe unë jam në hall të madh, sepse deri në fund të shkurtit, unë duhet dorëzoj 2 këngë, një për Ajrin e një për Drinin. Ke nisur nga puna? Po, kam nisur nga puna, por është koha shumë e shkurt për me i bë orkestracionet, tekstet kanë marru, muzika si motive është gjetë, një në tjetër, por tash një kanë ngellë orkestracionet. 2 fëmijët janë lice? Janë lice, për piano të 2. Telefoni? Alo, Ordo. O, Dasho, ato këngët e fëmijëve i përfundove. Kënga e Drinit ishte një sukses i vërtet. U kënaqëm të gjithë. Tani për e 2 të tjerat, edhe për Drinin edhe për Ajrin. Po këngës time do i vi radha. Nëse se shoh që s'ke gjë në plan, po në i libër me poezi do bëje për mua. Dhe do të kamera të fsheta jo, të lutem. E di që për ato e specialiste, për ato të mbajnë mend të gjithë, por jo me mua, please. Mirë majmune, mirë. Të duam shumë për krenaria jonë dhe të urojmë shumë suksese tek projekti i radhës. Megjithëse jam e bindur që ti di të korrësh suksese e ti di vetëm të fitosh. Po si s'më ke thënë gjë, më përcolle nuk më the qa që kishe gjenë pjesë dhe ti, po shkoj edhe herë të drita unë. Më duket se deshe të fitosh pak kohë për t'i kthyer për Jo, Enjanën. nuk kam, asaja kam ba këngën dhe ju e transmetu të këngën, kështu që ka abuzu pak sa dashka dhe i këngë tjetër duket. E po tani, kur i përqen, mësohet dikush edhe e bën zakon. O dasho, po ti mësohet vetëm me i poezie, knaqë me i poezi, pse e do me gjithë muzikë. Se ka shpenzima, ja pun, do të me qu dikun me orkestru. Poezi bën shpesh? Jo shpesh. Pra ndaj ta kërkon publikisht? Kam bërë, goxha. Poezi, edhe i kam publiku, se sot Facebook është një media hapër ku gjithë kush lexon, e sheh. Po, nuk ja kam shkru poezin, sepse kam e mund që t'ja bëj jetën poezi. O, sa e bukur. Që është shumë mirë se sa thjesht të shkruash poezi. Nuk e dija je dakord, Ne këtu në studio na pëlqeu shumë. Kjo që sa po the. Si kanë marrëdhëniet fëmijët me njëri tjetrin? Ata kanë edhe diferencë në moshë? Fantastike. Jo vetëm fëmijët, po edhe Enjana me fëmijët e rritur ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Me vajzën e madhe janë si motra. Flasin për gjithçka me njëra tjetrën, gjenden njëra tjetrës për gjithçka. Fëmijët e vegjël kërkojnë të mëdhejt me forcë, hajdeni, ja këto ditë Ajri i thoshte Agit madh, kur po vjen që ta bajmë shtëpinë Rëmuj. Hajde i fund javë, ta bajmë shtëpinë Rëmuj.
duan jashtëzakonisht shumë njëri tjetrin, të katër janë talente, se cili në drejtimin e vetë. Ajri, po filloj nga më e vogla, është pikturon, vizaton pikturon shumë mirë, është kurs pikture, e qonë pa dëshirën të me eni edhe një kurs baleti një 2 herë në javë se ka qef të kërcej mjaftë mirë, po unë jam kundër, se ka maru Vetëm për baletin je kundër? Për baletin e kundër, sepse ka maru artet. Për të tjerat je dakord? Ka maru artet. Edhe nuk më pëlqen baleti. Për tjerat jam dakord për piano, dhe në dhe këngën. Aja do bëhet një piktore mjaftë e mirë, mund të bëhet një kompozitore shumë e mirë, sepse gjatë gjithë kohës tenton të sjell një motiv, diçka. E pas ka të zgjedhur Drini, vllai. Drini është tjetër gjaba, staj. Këndon, do dritat e skenës. Drini edhe në shkollë e majnë për fenomen në piano. Mujnë e parë, dytë, në klasë parë, edhe i moja, mi tregu notat. Kaloj mu i dytë, smerja vesh gjama. Më nevojë. Smerja unë vesh gjama, kaloj stat, kaj tjetër. Drini është mjaftë mirë. Po 2 fëmijët e rritur? Sibora është vajza madhe. Ajo është në master për nutricion. Nutricion. E ka pas me shumë qef aktrimin, nuk e kam shty. E ke peng këtë gjë, të vjen keq? Jo. Jo, sepse aktor njeriu mund të bëhet në çdo mosh dhe kur do. E qartë. Mjafton të ketë talentin. Edhe i madhi, Agi, donte të bëjë regjizor. E nxite ata apo jo? Jo. Atë e pengova. Ase ishte shumë e thjeshtë, se ai do të më u bë regjizor pa lexu. Dhe unë i thash, bab, jo. Ti e i biri Ismet Drishtit. Të çoj unë ty në shkollë, e thonë, ky ka, Ismeti ka pru djalin për Ismeti, e bjen djalin që s'ka lexuar sa duhet, nasim në vjo. Për çfarë studioi djali? Djali u fut për stomatologji, e lanë në vit të tretë, tash ti është në master, ka marru ekonomik dhe është në master për ekonomik. Pra, 2 fëmijët e rritur nuk i ke nxitur fare drejt arteve, të 2 të vegjlit janë në lice. Jo, e kam nxit djalin. E kam marrë qëtë vogël të kamerat e fsheta, për me lujt, edhe... Po ti doje të bëheshin ashtu si që dëshiroje ti. Si doja unë, mirë, po si më bëhesh aktor kur nuk do të dalësh në televizor, s'du të dalë televizor. Do shohim bashk një moment, edhe komentojmë se është shumë i bukur. Ja të katën bashkë. Margarita del sueño. Të 4 fëmijët bashkë, 2 të rriturit, që kërcejnë me 2 fëmijët e vegjël. Po si ja ke dalë që të kenë këtë marrëdhënie kaq të fortë? Nuk është gjithmonë e lehtë që fëmijët e një martese të lidhen me fëmijët e martesës së dytë. Ka jashtëzakonisht shumë me shoqe, edhe unë kam punu shumë, kam ngulmu edhe unë shumë, edhe ajo ka qenë jashtëzakonisht shumë mirë kuptuese. Përpiqesha që në fillimet e lidhjeve tona me i bë qartë që shiko, kjo është një domosdoshmëri, se pastaj do jetë një plagë e hapur gjatë gjithë jetës nëse nuk ja arrim, a kupton? Dhe e mbaj mend, ta pa çuditet për kësa Enjana, që unë kur ja kam dhënë unazën, ja kam dhënë për Shën Valentin, 14 shkurt. Kur ja kam dhënë unazën, kam pas vajzën e madhe me vete. Vërtet? Po. Edhe madje këtë vit s'kishte mundësia e më ardh. Na kishim i rast vdekje në Shkodër, dhe si ishim për Shën Valentin këtej. Enjana po i thote si Borës që, këte vit s'ke festu me ne, se t'jedin që kur më keni vu në azën, kene qenë bashkë. Jo vetëm marrëdhëniet me kalamajt, e me grunë, po edhe me vlezër e me motra, me atë rrethin, se rrethi ngusht nuk janë vetëm fëmijët e gruaja, po janë vlezrit, motrat, njerëzit e dashur të zemrës. Nëse nuk shtyhesh për mi afru, për mi bashku, dhe nëse
nuk toleron. Shpesh duhet me mylli sy, sepse se cili nga ne kemi metat tona. Se cili. Pa tjetër. Ama duhet mos t'i vëmë re disa gjana dhe duhet të shohim të mirën, edhe të investojmë shumë të ajo e mira se na marrin bashkë. Unë për këtë, e them me krenari, me të vërtet, jam i lumtur sepse kam një familje të vogël, për thamën e vogël, të mrekullueshme. Unë kaloj 2 palë pushime dimër verë me vlla e me motër. Të gjithë bashkë. E me motër vjen prej Turqiet, me burre, me fëmijë, vllaj. Gjithë bashkë. Kafen e pi çdo darkë në balkon me tim vlla, se rrini 100 metra larg i kam, vetëm 100 metra larg. Po, ma the. Edhe të fisit të gruas edhe tëndin, i ke aty, janë të gjithë. Unë jam një njeri që du kallabllek, i du njerëzit. Dhe ja keni dalë, edhe jetoni këtë gjë çdo ditë. Jam falenderu Zotin për këtë, të mi shoqe që kontribon pa fund. I meriton të gjitha fjalët, Enjana. Do ndalen dhe një moment tek ai çasti kur i keni dhënë unazën. Themi keni dhënë se si Bora, vajza e madhe ka qenë me ty. Kur i keni dhënë unazën në 14 shkurt, Enit, që i ke propozuar për martesën në 14 shkurt, është edhe dita e dashurisë, është edhe për vjetori juaj. Sa vjeç ka qenë si Bora? Si ja ke shpjeguar asaj, do shkojmë të japim unazën? Sigurisht ka qenë e madhe, duhet këtë qenë mbi 10 ka qenë. Si po e të ashtë jashtë 23, dhe që kalin drini, diku 10-12 vjeç. 10-12 vjeç, dhe ke marrë si Borën me vete. Po. Po ajo çfarë? Po si Borën nuk e kam darë asku, unë si Borën e vogël, që thuti. E kam mësuar hidhet nga trampolina që 7 vjeçë nga kati 4 i 5 trampolinës. Ja kam mësuar makinën, e kam me frena, me freksion, ata që dinë mi dhanë me manuale, që 10 vjeçë, 9 vjeçë, 10 vjeçë. E kuptoj, se ke ndarë nga vetja për asë një gjë dhe i ke mësuar diçka dhe ke dashur që të jetë si Bora aty në atë moment. Pa diskutim. Dhe se harroj kam qenë tek Teatër Kame. Atje. Në periferi të Tiranës e pas keni bërë propozimin. Atje. Në një vend që ka dhe lidhje me artin. Me artin, me teatrin. A ndihesh i përmbushur, Ismet, dhe këtu i referohem edhe titullit që ti ke marrë, titulli Naim Frashëri i klasit të 2. Nuk e Naim Frashëri. Urdhri Naim Frashëri di unë, a ka klasë, a s'ka klasë. E kam të shkruar këtë gjën dhe... Jo, ke marrë të tjetrën. Kam marrë pension posaçëm. Që ke marrë? Më thë shumë ndjes, po e rregullim më pension posaçëm? Jo. Jo, s'ka marrë pension posaçëm? Ke marrë pension posaçëm? Kismet? Jo? Jo. S'kam punë me pension, duhet dalë pension që të marrë pension të posaçëm. Jam heret për pension. Jo? Jo. E ke informacionin e gabuar. Nuk e di, po në Google e pashme. E pe në Google, të gjë. Altin është e dobet. Fabul e dobet, Altin. Pa është fabul e dobet, vlatë. Mjeshtri të kamerave të fshekta, do i bënim ne në studio. Shumë e dobet. Më kishe kërku mu me një më qketi. Kisha një bohë në shpirë. Me gjitha të fillimi ishte i mirë. Pastaj nuk e zhvilluam si duhet. Të marim dhe ne mësime tona, Ismet. Më dakor. Shkeni ju për këshilla jam i hapur. Sa herë doni. Unë po bëja dhe sigur e hangë. Je mjeshtri i kamerave të fshekta. Nuk do të ndahen asë një herë. Telefoni! Alo, Ordo. Alo? Ismet? Po? Po si e mordjal? Janë 2 pyetje kam për ty. Qa bën tim pas orës 2 të natës, kur nuk ke korrent? Pyetja e parë. Shof baletar janë, Sukniqi. A je ndjen një qik fajtor për kamera e fshetë që më bërë mua? Sukniqi. Ndihesh apo jo në një qik fajtor për kamerën që i ke bërë? Jo, Arjan, sepse të kanë pare, të kanë uru, ka shumë.
Ja se vinë, burri. Mu më kanë sha, jo ty, Marian. Mu më kanë sha që të kam bërë kamerën. Qëtë më shtit? Qëtë më shtit? Është kamera që po e shohim tani. Qëtë më shtit? Qëtë më shtit ata? Merë makinë. Këtë mora të gjuva të... Jo, ishin e këpucët. Ishin e këpucët. Ishin e telefonin kërë këtë telefonin ore. Edhe këpucët. A i shkreti, a i. Mirë. Shneti kështu. Po jo, më morën makinën, po isha kam lëve të zamin që po është atë. Makinën? Ue. Ku ta morën makinën? Ne mu këtu. Së shdorën të sapë. Morën dhe këpucët. Si jo ta morën makinën, edhe me të buri. Qala vosi. Sjela me të buri, që ti bëjë 7 vedave, që ti bëjëm? Vinë biciklet, jo. Po ku ty bjëm aty në biciklet? Ja, i bjëm këtu për para, i para, po qatë bërëm të shi. Ndodhe qatë bërëm. Si duesh, o bërës. Ma e ti këtë. Hamer. Ma e ti timonin. Hip. Po ty bjëm? Po hip të shi. Jo më dajë si ty bjëm, jo shqip ty bjëm për Që jam unë? Ale me të burit të Ma shi. vjen këtu dhe për... Që e vjen? Shtarë, vla që vjen. A, pa të lutë shumë të shi. Me bo nero shtarë, se më shtarë më daj. Që me që jeti? Këse, ti se nge mbaruar, bjera zërë. Që e përru? I ka, Të më qedi më dhe shi? mirë të kanë bërë, si të kanë lënë kemë. Si? Mirë të kanë bërë. Aty ri. Po të shi. Edhe nuk ndihesh në fakt, ne tani qeshim se di si ka ndodhur e gjitha, por ai duhet të ketë përjetuar të merë. Kur dali 7 vetë para, normalisht, kur do, sa do trim me kenë, sa do, njëjo... Megjithatë solli shumë atmosferë edhe tani dhe sa herë ta shohësh këtë video, e falenderojmë shumë Arianin që u bë pjesë e programit ton. Telefonin do e mbyllim tani, por nuk ka më telefonata se jemi në fund. Ishte shumë kënaqësi kjo bisedë me ty Ismet Drishti. Faleminderit shumë. Falenderoj edhe unë ju, edhe unë u kënaqa me të vërtetë. Nuk e prita bashkëpunimin e të shoqe që keni bashkëpunu me Enjanën, edhe po kënaqem që keni bashkëpunu. Besoj kur ta shohë do të jetë mirë, do të jetë mirë edhe kur ka bashkëpunu me ju. Por, ju siguroj vetëm për diçka. Çdo fjalë që ju kam thënë është ashtu siç është. E besoj. Erdhi e tillë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë ju. Publicitet rikthehemi pas pak në pjesën tjetër.